drejtorin e kufirit, departamentin e kufirit në policinë e shtetit. Si doganore, kemi inspektorët fitosanitar, inspektor veterinar dhe inspektor ushqimi. Subjektet importuese paraqiten përpara inspektorëve për fusha specifike të kontrollit të produkteve që kërkojnë të importojnë, konkretisht për produktet ushqimore me origjinë joshtazore, veterinare dhe fitosanitare. Dorëzojnë dokumentacionin për cilën do të kryejnë importin, kryet kontrolli dokumentacionit nga ana e inspektorit, me marrimin e kontrollit të dokumentacionit, kalojnë për kontrollin e identitetit dhe kontrollin fizik në magazinën doganore. Në atë çfarë presim dhe që është projekti i përbashkët i Bankës Botërore me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është që të ngrihet infrastrukturë e posaçme, dhomash frigoriferike të mëdha ku hyjnë komplet kamionët apo dhe kontenerët me pjesën të origjinë shtazore për shkak të kushteve në të cilët duhet marrë mostra, kështu që edhe diskutimet që kemi bërë dhe paraqitja nga ana e Ministrisë dhe firmosja e një memorandum mirëkuptimi, është pikërisht që të tre ministritë, Ministria e Financave nëpërmjet doganës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nëpërmjet AKUS dhe Ministria e Brendshme nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, të kemi inspektime të përbashkëta. Kështu që edhe kushtet dhe standardet në të cilat zhvillohet inspektimi, por pa shumarja e mostrave të jenë të tilla që të ruhet të gjithë elementet e sigurisë ushqimore. Kështu që me firmosjen e kësaj marrëveshje, qoftë në pjesën kur policia për arsye të caktuara të dyshimeve duhet të shikojë për ngarkesa që janë kryesisht e produktet shtazore dhe të cilat duhet jenë në kushte frigoriferike -18 që nuk mund të bëhen në hapësirën që kemi sot të portit, ne jemi bazë të këtij projekti, kështu që dhe marrëveshja që duhet nënshkruar është pikërisht kjo dhe këtë synim ka. Dhe porti i Durrësit është një nga portat të cilat me 43 deri në 47% të produkteve që importohen në Shqipëri, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet si Kosova, që është një vend i cili kalon tranzit për pjesën e Kosovës, bëhet të mundur midis pikës kufitare të portit Durrësit, por edhe pikën e kontrollit që ne bëjmë nëpërmjet AKU-s, ku do të ndërtojmë 5 pika të cilat janë në portin e Durrësit, në portin e Vlorës, në pikën doganore Kapshtit, Skakavi dhe në Qafthan. Pra jemi për të mbuluar disa nga pikat kryesore të produkteve që ne kemi pa, siç është porti i Durrësit në një sasi 43 deri në 47%, për të mbuluar të gjitha ato analiza apo produktet që do të kalojnë për kontroll midis bizneseve të caktuara, në mënyrë që ne të kemi analiza të duara dhe mirëmbajtjen e të gjithë produkteve midis dhomave frigoriferike. Kjo do të ndodhi për pak ditë sepse jemi në procedurë sipër për të ndërtuar këto pika dhe dua që ne midis porteve të krijojmë një hapësirë të re me AKU-n, në mënyrë që edhe mbas antarësimit në Bashkimin Evropian, porti i Durrësit do të jetë akoma aktiv për pikën e cilin ne do ndërtojmë për vendet e treta, të cilat do të jenë hyrëse në portin e Durrësit. Është shumë e rëndësishme ne në funksion të garantimit të sigurisë ushqimore të bëjmë bashkë autoritetet ligjzbatuese, konkretisht Policinë e Shtetit, Autoritetin Kombëtar të Ushqimit si dhe doganat, mënyrë për të garantuar pikërisht cilësinë dhe se ushqimet që vinë në Shqipëri dhe qarkullojnë në treg janë sipas standardeve të kërkuara. Pasi pa dyshim edhe Policia e Shtetit ka një rol të caktuar, një rol veçantë për të garantuar parandalimin e futjes në vend të produkteve ushqimore të rrezikshme apo të falsifikuara. Dhe këtë e bën më së miri bashkë me koordinimin e punës dhe veprimeve në territor, në pikat kufitare pikësparë dhe më pas në kudo në vend, me AKU-n dhe me doganët. Po nga ana tjetër, sigurisht ka edhe peshë në kuptim të parandalimit të veprimtarive të palishme që kanë të bëjnë me tregtimin e mallrave të rrezikshme, apo edhe strukturat e krimit ekonomik për të goditur të gjitha ato element të cilët duan të profitojnë në mënyrë palishme nga tregtia
ushqimore përmes mallrave të kontraband apo edhe evazion fiskal.